Ja ku jemi sërish me super gol, derbi i vogël ka përfunduar me fitoren e Dinamo në një ndeshje që ka patur problematika edhe për të reshjeve të shiut, ndërkohë Partizani bie në Ballsh dhe Byli si merr fitoren e parë në shtëpi. Jam me Gjion dhe me Ditmar Bicaj, komplimente Ditmar për rezultatet, e shef Shtrëmbër Haxhiu, por ama tregohet fair dhe i jep dorë. Partizani 3-1 dhe Tirana 7 pikëve dhe Tirana mbetet në kuotën e 2 pikëve, Bylis ngjitet në kuotën e 6 pikëve, ndërkohë që Partizani rrëshqet në vendin e 8 në kuotën e 4 pikëve. Nga doni ta nisim, sigurisht nga derbi i vogël. Me sa duket nuk kemi kohë të bëjmë analiza ende, sepse do të shkojmë menjëherë në Ballsh. Kevin Sula është me trajnerin e Partizanit, Mladen Milinković. Përshëndetje. Hello. Trajner, le të themi që ishte një ndeshje jo sot, dhëruat gola, kam parasysh golin e 2 dhe 3 dhe pasi që pafuqishëm për të reaguar. Let's say today was not your day. You gave goals, you gave the second, you gave the third, and then you looked unpowerful to react back. What's your opinion? I agree, and I think this is the maybe worst moment in my career. Pajtohem plotësisht dhe mendoj që është një nga momentet më të vështira në karrierën time. Because I lost a lot of games during the career, but I don't understand what's happened and why today we didn't want more, because we start good, score goal and have everything in our hands, and then suddenly we stop. Kam humbur shumë ndeshje, por sot nuk e kuptova pse nuk pat reagim dhe s'patëm dëshirë. Filluam mirë, por pastaj pasuam dhe nuk pash reagim, sikur stopuam. And also I cannot explain those mistakes what we made in defense, what kind of presence. Second and third goal, for my opinion, we give them present, but this is not excuse. Nuk jam mjaft i shpjegoj gabimet, e goli 2 dhe i 3 janë pak shumë si punë dhuratash. So it's very difficult situation for us. Dhe patjetër që është situatë e vështirë për ne. Studio. Gerda Haxhiu. Përshëndetje. Kam 2 pyetje që e dyta është e lidhur me të parën, duke vazhduar aty ku e la tekniku tek gabimet. Janë gabime individuale, mungesë përqendrimi, apo është gabuar diçka në skuadrën në fazën mbrojtëse? Pyetja e parë. First question, he has 2 questions. First question is where you left, basically. There were 2 mistakes. Was that because of psychological reasons, or maybe something was wrong in the team? I don't know. I cannot, because my head is very hot at the moment, and I cannot answer right now on this question, because I need to see a little bit more game and to come in some normal situation, let's say. Ti jemi sinqert nuk e di, sepse kam kokën e nxehtë tani dhe më duhet ta shoh neshin dhe të nxjerr konkluzione se kush është arsyeja e vërtetë, kështu që kërkoj falje. Pyetja e dytë. Jo, pyetja e dytë që lidhet me të parën, ne që jemi të fushës e dim shumë mirë se çfarë lidhje ka, ndërsa në një popull tjetër ndoshta mund të japë një përgjigje të thotë pse. Partneriteti dysh. E mendoj ndonjëherë gjatë javës që mos të ishte Buxhelaj dhe Janjeva, po të ishte Preka Janjevaj, duke pas parasysh që domethënë të ishte në të krahun e djathtë Janjeva dhe partneritet Buxhelaj Preka në krahun e majt, për t'i dhënë një dorë duke ditur dhe eksperiencën e të Markut. E ka pat dilema gjatë javës, apo ka qenë i vendosur që dyshja e qendrës mbrojtjes do jetë në ato pozicione, njëri majtas si djathtës? To dive a little bit deeper, and maybe because we are both of the fields, and give you a different opinion. Have you ever thought through the week that playing on the left side would be better Preka because of his experience to help Buxhelaj, and maybe because Marko already has experience to play with Janjeva? So basically, the position of the center backs to be switched, or it was fixed in your head that this is the best setup and that's it? To be honest, we try Janjeva a lot of times on the left side during the trainings, and he looks good, but we have the problem with both in the air with the striker, because we
try to change in the second half to let him to jump alone and have one player behind, but then even from this situation we made mistake and it countered goal. Të jemi sinqert dhe kemi provuar në të majt janë njëllën dhe ka funksionuar mirë, por po ta shihni sot në ndeshje të dy qendërmbrojtësat patën vështirësi në lojën Najer me Sulmusin atyre, u munduan të ndryshojmë diçka në pjesën e dytë duke i lënë të kërcete vetëm që të jemi të mbuluar për topin thellësi, por prapë edhe nga ajo situatë gabuam edhe morëm gol. Ditmar Bicaj. Përshëndetje, me vjen keq për humbjen e sotme, megjithatë ajo që unë konstatoj si në takimin me Vllaznin, ashtu dhe në takimin e sotëm, në momentin që ekipi më pëson gol, shikoj një mos funksionim totalisht të linjës së mbrojtjes. Nga se vjen kjo, sepse si në Shkodrën pas 2001-shit që merrni edhe 2 gola të tjerë për 3 minuta, edhe sot mbas barazimit të Bylesit, mënyra se si pëson golët është me vërtet dhimbje koke për staf. My conclusion would be very similar to Vllaznia, and that's it, that after the defensive line concedes a goal, then it seems like nothing works. It was the same, more of same with Vllaznia when we were in 2-1 down. And we conceded 2 more goals in a very fast way. And it was same today after they scored the goal. It seems like nothing works. So definitely this should be a very big headache for the staff. But how these things work, how it can be fixed? Of course, it's already big headaches. And before the game, it was not easy because it's not easy for the team when you lose 2 games in the row, and especially for me that in last 3-4 years I work in the club and that I didn't lose too much. Patjetër që tani më është kokëdhimbje, sidomos në qoftë se u mbet 2 ndeshje radhazi dhe them drejtën periudhën e fundit kam punuar në për klubi që nuk më kanë rastisur të humb 2 ndeshje gjithu. But I agree that this is big psychological problem for the team when we are down with the score, like we give up, and we speak even after 1-1. We didn't want to first half to finish 1-1. We wanted to keep this advantage, but in the second half we start again a little bit better, not perfect, but when you miss one chance, I think everybody stop to believe. Patjetër që është problem psikologjik dhe ky problem psikologjik lind nga fakti kur pësojmë apo mos themi që jemi negativ, ne nuk donim të hynim edhe në pushim pjesëve me rezultatin 1-1, u munduam, por ja që ndodhi dhe pastaj duket sikur ekipi nuk beson, sikur diçka ndalon. Edhe unë kam një pyetje, hera fundit që Partizani e nis kaq keq ka qenë sezoni 2017-2018, madje kur Milinkovic ka qenë me luftëtarin dhe ka dalë i treti. Ka qenë në vendin e 9 pas javës 5, po me një pikë më shumë. Tani si e sheh këtë ardhmen, si e projekton këtë Partizan që e nis kaq keq? Jep shpresë. Të jep shpresë tot Gerda Xhiu? So I have one more question from Higerta Sako. The same season when Partizani was so bad in start was 2018-19. Milinkovic was the coach. 2017-2018 kushtrim. They more or less finished 2017-2018, and more or less they finished in the 5th place. So my question is, how do you see Partizani in projection of the time? Where you will see that to end? I hope that it will not happen same, that Partizani will be at least in Final Four, but after all those results, I know that all people who support Partizani and all we who work in Partizani, we are very disappointed, and not only disappointed and worry what's going to happen in the future, but we hope that things going to for us and that we will be much better. Shpresoj që mos jetë e njëjta scenario situatë dhe gjithë njerëzit që punojnë në Partizani dhe që mbështesin Partizanin mbas janë të shqetësuar për këtë, por shpresoj që mos jetë i njëjti përfundim dhe gjërat të kthejnë për mirë. Po ka shpresë apo se e shoh pak të fikur si gjendje për momentin? Because I see you as a
turned off or worried, let me say? No, I was more worried and disappointed, and because I don't have answers at the moment Okay. why we didn't try until the last. Because for me, it's not same when you lose 3-1 or 3-2. At least we create one chance, we miss, and then we give up. And right now, I don't have answer why. That's why I'm very disappointed. Arsyeja pse jam I shqetësuar është për arsye se nuk kam përgjigje për momentin pse spaku nuk u munduam. Se nuk është e njëjtë humbësh 3-1, është e njëjtë humbësh 3-2 dhe faktikisht ne nuk u munduam dhe kjo është arsyeja që jam I shqetësuar për momentin, nga që s'kam për. Ditmari u kujtua për një pyetje tjetër shpejt e shpejt tani në fund. Sepse e kuptoj shumë mirë edhe kohën, por një pyetje e fundit. A ka Partizani sot një lider që ta dorë për ta nxjerrë nga kjo situatë? So one last question: does Partizani today leader to the situation? But when you see how it looks on the field, we didn't have a leader, and I think we need one field to lead the group, and unfortunately in this moment, especially we didn't have this. Në momentin që është shef në fush, I bie që përgjigjja është jo dhe na duhet aty, na duhet diku në profil I tillë që të mund ta nxjerrë situatën nga ekipin nga kjo situatë. Faleminderit. Dhe suksese në vazhdim dhe shkojmë në Selman Stërmasi tashmë ku Kristo Thoma është trajneri Lirdaja, profesor, përshëndetje dhe urime për fitoren. Përshëndetje. Tek fitoria, mbas asaj një Dinamo që kënaqur jeni po përveç etiketim edhe në momentet që skuadrat janë mirë, prap kanë një bonus psikologjik më të madh, sepse derbit janë gjithmonë të vështirë, pavarësisht formën që ka njëra ekip apo tjetra, problemet që ka njëri ekip apo tjetri. Derbit janë gjithmonë të parashikueshëm në fillim të ndeshjes. Ashtu ndodhi edhe sot. Ne kishim rastet tona dhe mendojmë që derisa terreni u rëndua, kemi bërë mirë, por që edhe Tirana kishte rastet e veta. Kështu që besoj që ajo që është më e rëndësishme sot është reagimi I ekipit dhe që ne kthehemi tek fitoria, sepse thash që përveç ka një bonus psikologjik derbi, por edhe rikthimi jon në këtë moment në fitore ishte dyfish një bonus nga ana psikologjike. Studio. Gerda Gjiu. Profesor, të përshëndes dhe urime për fitore. Ka shumë shumë. Mua personalisht termi po dëgjohet? Edhe I herë se nuk dëgjojmë gjë. Na dëgjoni tani? Po, tani dëgjoj, po. Gerda Gjiu. Urime për fitoren, po thoja që mua personalisht kjo shpreja, kjo fraza skuadra didi të vuaj mos më ka pëlqyer ndonjëherë, sepse unë do thosha që kur fiton në një ditë jo të mirë, të themi, skuadra merr vlera dyfish, sepse imagjino të themi në një ditë të mirë që bëhet më lehtë. Tani, pjesën e dytë unë I referojmë gjithmonë shifrave, ju e dini. Treguesit janë favor Tiranës. Lidhet kjo me një strategji tuaj që I dha terren, dhe flas deri në minutën që nuk u rëndua terreni, që filloi shiu te minuta 70, diçka më shumë. Lidhet me daljen e atij ekuilibristit rregullatorit numri 6 Gudjabit, Numri 8 po. 6 pozicion. Po. Gudjabit apo ishte Tirana që dha maksimumi dhe duhet respektuar dhe ajo ka potencialin e saj teknik. Panë vlerësuar edhe atë grind që pati Tirana, por ajo që në ato momente derisa filloi shiu, gabimi tek ne ishte daljet nga poshtë, po kërkonim rrugën e gabuar. Pikërisht unë për këtë bisedova me çunat në pushim të ndeshjes. Për mënyrën se si luante Tirana, neve mund ta kishim më kollaj ta mbanim topin në qendër, sepse Tirana kishte një 4-2-4 në mos gaboj unë, sepse edhe dy krahët e Tiranës ishin sulmuesa dhe nuk mund ta quaj si 4-4-2.
që do të thotë në korridoret që ne duhet luanim, s'po e përmend dhe ti e kupton se ku, neve nuk e bëm një gjë të tillë. Neve e çum topin aty ku nuk duhet ta çonim. Dhe kjo pastaj na kushtonte që merrshim një kundërshtim të shpejt në gjysfushën tonë. Kjo ishte pjesa e, përveç meritës Tiranës, kjo ishte pjesa e gabimit që patëm neve deri në momentin që u rëndua terreni. Pyetje tjetër? Tani, shikoj organikën tuaj, profesor. Ta kam bërë dhe një pyetje edhe sezoni kaluar, po ta bëj prapë sërish se të ishte mbas merkatos. Kena i pishman në merkato nuk të realizuar në një kërkesë, e dua të sinqert, sepse shoh që shikoj sidomos, në thuaj. Atëherë. Dëgjova një kolegun tuaj në një nga këto emisionet, unë në fakt nuk i ndjek shumë, por që mi nxjerrin portalet, thonte që Ilir Daja ka bërë merkato, nuk e bën trajnerin në merkaton. Kuptojnë një herë mjet, po që ato unë me kam për pjesën tjetër. Stafi teknik seleksionon lojtarë që i sjell grupi punës klubit, sepse nuk mund të bëj, se vetëm në Angli ka qenë dikur trajner menaxher, nuk bëj stafi teknik marrëdhënien me menaxherët, sepse madhe menaxherëve nuk e jo një minutë, ta zjeroj, do dalë ke pjesa më e madhe e menaxherëve bëjnë vetëm furorë se nuk i njohin as lojtarët që prezantojnë në një herë, që do të thotë pishmanet kam dhe nuk e kam thënë një herë, do ta them tani, sepse kemi kërkuar që në dorë 2 sulmuese dhe 2 qendërmbrojtësa, sepse siç dihet edhe Dita edhe Ali pavarësisht se po e bëjnë shumë mirë. Janë të përshtatur. Janë të përshtatur në rolet e tyre natyrale. Kështu që kjo është ajo pishmani që kam unë për periudhën e merkatos që ju bët si pyetje direkte. Okej, sa i kënaqur je që më në fund Vila shënon gole dhe golin e fitores, duke qenë se ka bërë shumë volum gjatë gjithë ndeshjeve, por nuk e kishte provuar shijen e golit. Nuk shpëtojnë dursakët. Nuk ishte qok, jo. Jo. Me të vërtet bëre mirë që e preke, se doja ta evidentoja dhe unë evidentova dhe në një javë apo 2 javë më parë që Vila ishte lojtari më i mirë i ndeshjes për atë ndeshje, dhe më vjen shumë mirë për vetë faktin sepse po kontribonte jashtëmase shumë për ekipin dhe i mungonte ky goli që besoj që do ta rikthejë në një anë psikologjike më të mirë, sepse ai ka dhe mundësinë për të shkuar te goli përveç se atij volumit madh që bën në shërbim të ekipit. Të shpresojmë. Urime edhe një herë profesore dhe shumë suksese në vazhdim. Faleminderit. Kthehemi edhe një herë në bashkë me Kevin Sulën, tashmë do të jetë trajneri i Bylisit Mirel Ljosa. Përshëndetje profesore dhe urime për këtë fitore. Përshëndetje, faleminderit. Profesor, pas një fillimit nga dartë, le të themi, pas minutës 30 duke se që s'ka foli për Bylisin, merr një fitore me merit dhe është e parë sezonale dhe kur vjen dhe një skuadër si Partizani kanë përshtypjen që vlen dhe më shumë. Tu nuk po diskutojmë se po filloj nga kjo e fundit që thatë, nuk po filloj nga fitoria sepse erdhi me Partizani. Problemi ishte që skuadra kishte nevojë për 3 pikë. Dhe pozitat të dyja skuadrave ishin pothuajse të njëjta, edhe Partizani kishte nevojë për pikë të veta dhe ne s'kishim bërë akoma fitoren e parë. Ishte një ndeshje që erdhi në atë formë për faktin sepse edhe Partizani e filloi më mirë lojën, e filloi më duke marrë zonat tona përpara më mirë. Erdhi rasti penaltis që u shënu, pastaj gjërat ishin të kontrolluara nga ne, besoj, gjatë gjithë lojës. Kishim një ekuilibër të mirë në mes fushë, gjithashtu edhe një përkujdesje në mbrojtje. Studio. Gjerdaxhiu. Profesor, përshëndetje dhe urime për fitoren. Edhe pse treguesit flasin në... Nuk dëgjohet? Kam presin vetëm pak momente. Na dëgjon tani profesor? Edhe një moment.
Po, tani po. Gerda Gjiu. Urime për fitoren. Tregusit, Faleminderit Gert. tregusit teknik flasin në favorin tuaj. 14 tentativa, 7 goditje në kuadrat, kundrejt kundërshtarit 12 tentativa, 3 në kuadrat. 4 goditje këndi për ju, 1 goditje kundërshtari, 52% e mbajtjes topit ju dhe 48 kundërshtari. Në të keni prodhuar, keni qenë ju në pjesën më të madhe, skuadra më e mirë në fush. U facilitua kjo fitore sot prej gabimeve individuale, apo gabimet individuale të lojtarëve Partizanit erdhën prej presionit tuaj, të manovrës tuaj, të presingut ultraofensiv apo ofensiv pjesë? Jo, unë besoj se ne bëm një lojë të kujdesshme përsa i përket ekuilibrave në mes fushë. Partizani na zotëroi disa herë zonat boshe të mesit fushës që ne nuk duhet të tërhiqnim më tepër. Dhe aty humbëm qoftë me Oforin, qoftë me Davidin mes fushës. Por pjesën e dytë besoj se u rregulluan gjërat edhe në momentet më të këqija të Malomës, mund të themi, sepse deri nga momenti që ne ishim në disavantazh, Maloma nuk po dukte në lojë, edhe kishim lojtarin organizator kryesorin tonin, ose si mund të themi sulmuesin e dytë tonin kryesorin. Unë besoj se aty u rregullu pak edhe iniciativa individuale e lojtarit, erdhi me shënimin e golit, por besoj se shoqërimi i luftës dhe shoqërimi i dy luftimeve që i pati Ibrahim në sulm u shoqëru shumë mirë nga lojtarët tanë. Nuk mund të themi, gabim mund të themi vetëm golit 3 Partizanit. Golit e tjerë ishin komplet aftësia jona. Ditmar Bicaj. Profesor urime për fitore, personalisht e prisja që Byllisi sot kishte një marsh tjetër, duke parë performancën jashtëzakonisht shumë të mirë me Dinamon, që edhe mund ta fitonin takimin, duke parë shpërdorimin e rasteve në fund, por sa garanci dhe sa ndikon anën psikologjike kjo fitore ndaj Partizanit sot për vazhdimsinë e skuadrës në javët në vazhdim? Kjo ishte ndeshje dyfish, si për Partizanin ashtu dhe për ne, sepse fundi e fundit edhe ne s'kishim bërë akoma fitoren e parë. Fola me djemt nuk do të thotë se mund merret ndeshja sotshme, sepse ne bërëm performancë deri diku të mirë me Dinamo. Dhe qëlloj erdhi me komplet të përpjekjen e lojtarëve dhe me komplet mënyrën se si lojtarët ishin të vendosur sot, qëlloj që ne ta fitojmë ndeshjen. Kështu që nuk që u fitu kjo ndeshje dhe kemi ndeshje tjera shumë, sepse një javë të ul direkt e poshtë aty ku ishe, kështu që duhet jemi me këmbë tokë, sepse fundi e fundit kemi fitu në një kampionat i cili është shumë i barabartë. Profesor, të falenderoj për intervistën, urim edhe njerë për këtë fitore, suksese në vazhdim. Edhe unë ju falenderoj. Dhe do të kthehemi në Selman Stërmasi, ku Kristo Thoma në këto momente duhet jetë me trajnerin e Tiranës, me sa duket nuk e kemi ende Roberto Bordin, atëre mund të përfitojmë ka rasti, sepse nuk patëm mundësi që të bëjmë asnjë lloj analize. U duk sikur Tirana i dha ca shenja të pak dytë që është aty. Mua më ka bërë edhe mund ta kishte arritur për ka lënë një shije shumë të mirë dhe lidhja dhe me një pyetje që do i bëj teknikut, për sidomos për pjesën e dytë, duke referuar dhe treguesve, ka qenë një Tiranë dominuese. Pavarësisht se tekniku u mundua deri diku të shpjegonte që pjesa e dytë qoftë për gabim me interpretim gabim. Po fitonin gjitha duelet, rrezikuan, në momentin më të mirë të tyre pësuan gol në pjesën e dytë, reaguan dhe ishin shumë pranë për ta barazuar ndeshjen. E kemi gati Roberto Bordin, mikrofonin e Kristo Thoma, shkojmë me njerë. Përshëndetje. Salve dallo studio, prima di tutto. Buonasera. Allora, mister,
poteva, forse doveva andare meglio, ma forse si siete svegliati un po' tardi. Pra, mundi ndoshta edhe duhej të shkonte më mirë, po ndoshta u zgjua pak vonë Tirana sot. Ma no, anche il primo tempo non abbiamo fatto così male. Forse bëm shumë keq dhe në pjesën e parë. Perché il possesso era più il loro, però Ata kishin më shumë topin në zotrim, por abbiamo avuto situazioni di uno contro uno in area da poter sfruttare meglio. kishim disa situata 1-1 në zonë që mundi shfrytëzoni më mirë. Poi al secondo tempo sicuramente creiamo molte palle gol e non riusciamo a segnare, purtroppo nel momento. Për në pjesën e dytë pastaj krijojmë shumë raste goli, por nuk arrim të shënojmë. Pra, për fat të keq ky është momenti. Lei lo sa quanto è difficile ora la classifica, però cosa è che ti preoccupa nella tua squadra? Pra di se sa e vështirë është momenti në renditje, por çfarë e shqetëson më shumë tek skuadra e ti? Mi preoccupa il fatto che dobbiamo magari prendere 1-2 gol per poter poi cambiare atteggiamento. Fillimisht na duhet të pësojmë 1 ose 2 gola për të ndryshuar qasjen më pas. Abbiamo avuto delle buone ripartenze, avevamo anche giocato bene in più situazioni delle loro giocate. Kemi pasur disa rinisje të shpejta duke përfituar nga topat e rikuperuar. Però non dovevamo prendere il secondo gol per poter poi su rigore o comunque in altre occasioni poter pareggiare. Por duhet të shmangnim që të merrim pra golin e dytë, siç erdhi më pas ai gol që shënuar me penalltin me të cilin më pas do të kishim mundur të barazonim. E questa è stata la partita, peccato perché i ragazzi dal secondo tempo hanno fatto una grandissima partita, ma in generale comunque una grande partita e meritavano il pareggio sicuramente oggi. Më vjen keq sepse djemt kanë bërë një ndeshje të mirë, të paktën sot meritonin barazimin dhe kjo është keqardhja ime. Kalojmë me pyetje nga studio. Po, Gerda Gjiu. Profesor, unë jam totalisht dakord me ju në atë rezumen e shkurtër që bët. Dhe tregues kartë. Në pjesën e parë keni patur 3 tentativa dhe 1 goditje në kuadrat, ndërsa në pjesën e dytë 14 tentativa dhe 6 në kuadrat. Do thot, dukshëm që keni qenë në raport me 9 tentativa dhe 3 të kundërshtarit në gjithë ndeshjen. Keni qenë ju superior në tregues të lojës. Keni pësuar 2 gola në momentin më të mirë tuaj, qoftë në pjesën e parë dhe në pjesën e dytë. Reagimi juaj ka qenë shumë i mirë, jam vetëm fjalë më të mira mund të shpenzoj sot për ju, por një pyetje, je më shumë i trishtuar për pikët apo më shumë i kënaqur për performancën që t'i jep shpresë për ndeshjen e vijim? Io ho parlato con i ragazzi. Scusi? Ho parlato con i ragazzi prima. Fola me djem, me lojtarët pak më parë. Questa deve essere la nostra partenza per quanto riguarda I l'atteggiamento. thash se kjo duhet të jetë nisja jonë për qasjen që patëm në fushën e lojës. È difficile la situazione perché siamo ultimi in classifica con una sconfitta immeritata. Është e vështirë situata sepse jemi vendi i fundit me një humbje të pamerituar. È difficile da accettare. Është e vështirë për ta pranuar. Alzare la testa e cercare di lavorare ancora di più. Por duhet të ngrem kokën dhe të provojmë të punojmë më shumë. Di sistemare alcune cose nella fase difensiva dove abbiamo preso gol, ovviamente. Duhet të përmirësojmë disa gjëra në fazën mbrojtëse sepse golat e pësuar e diktojnë këtë. Anche sono state inferiori rispetto a quelle che abbiamo avuto in attacco. Scusi? Sono inferiori rispetto alle nostre offensive. Po, kanë qenë gabimet më të pakta kanë qenë ato që kemi bërë në manovrën sulmuese. Questa è la partita che deve essere da esempio per noi per ricominciare da questo. Kjo ndeshje duhet të jetë shembull për ne për mënyrën se si duhet të rinisemi. Okej. Ditmar Bicaj? Tjetër pyetje? Po, përshëndetje, të lutem Kristo, do t'i përmbledh 2 pyetje në 1. Duke marrë shkakën të 3 takime që ka trajneri në krye të Tiranës, pyetja parë është, duke parë gjithmonë 2 takimet e para, si me në Flamurtarin dhe Ignatian, sa fizikisht është gati skuadra për t'ju përgjigjur ideve të teknikut Bordin, dhe e dyta, si ka mundësi, si takimi me Ignatian dhe në takimin me e sotëm në derbi me Dinamon, ekipi pëson gjithmonë gola nga krosimet dhe topat në ajër. Infatti è stato un errore che stiamo commettendo ancora. Është një gabim që vazhdojmë ta bëjmë. Però insomma è ovvio che la condizione sta venendo fuori, sta migliorando di giorno dopo giorno. Pra kondicioni fizik po përmirësohet ditë pas dite. Però poi contro la testa, contro l'atteggiamento, l'attitudine alla partita che uno ha. Por vlen më shumë pra të menduarit, koka, sjellja, qasja e lojtarëve. Io ho giocato, quindi so cosa vuol dire, quindi penso anche loro lo sappiano.
è importante avere la testa giusta, alla fine le tattiche contano poco, ma conta essere sempre al 100%, dare il massimo e cercare di vincere la partita come ha fatto oggi ragazzi. Ashtu siç kam përshtypjen edhe ju që keni luajtur, ashtu dhe unë kam luajtur dhe kuptoni shumë mirë se sa rëndësishme është qasja, është mentaliteti, është koka. Nuk e mora përgjigjen Kristo. Taktikave është fizikisht, është ekipi gati që ti përgjigjet ideve të trajnerit? Allora insiste nella domanda che è pronta la squadra fisicamente a rispondere alle sue idee. Non è questione di all'inmedio di un altro allenatore, dobbiamo migliorare fisicamente sicuramente. Sigurisht ne duhet përmirësohemi fizikisht. Oggi penso che abbia dimostrato di stare bene la squadra. Por sot mendoj se kemi treguar që si skuadër ishim mirë dhe në këtë aspekt. Vuol dire che ha fatto uno switch mentale, una switch pra sot e quan problemin ha cambiato la mentalità, l'attitudine alla partita. Pra sot e quan një ndeshje të ndryshme referuar atë me Ignatia në aspektin mental. Quindi non è questione di fisico, ma è questione di mentale, ovviamente migliorare tutto, però se avessimo giocato contro Flamurtari e Ignatia come oggi sicuramente non avremmo perso. Pra, nuk do të kishim humbur nëse do të luanim si sot ndaj Flamurtarit edhe Ignatia, sigurisht që duhet të përmirësohemi fizikisht, por pra sot kemi bërë diçka ndryshe. Mirë, e falenderoj teknikun edhe ju uroj suksese në vazhdim dhe nga Selman Sërmasi rikthehemi edhe një herë në ballsh me Kevin Sulën, i cili është me lojtarin e ndeshjes Malomo. Përshëndetje, urime për fitoren, edhe për performancën sot, është edhe Marina Bazaj që do të bëj përkthyesin. Kemi parë disa herë sezonin e kaluar me këtë titull si njeriu i ndeshjes, hera e parë për këtë vit besoj do të jetë shumë i kënaqur që jep skuadrës fitoren e parë me 2 golat e tu. We see you the last season too many times that you was the man of the match. Now is the first time you are the man of the match and you give the victory to the team with your 2 goals. Yeah, it was very, very important. After playing 3 draws and losing to Ignatia, we know how important today's game is to the team, and that's what we'll do today. E dim thot edhe pas humbjes me Ignatian, se sa e rëndësishme ishte kjo fitore e sotme. Dhe një sekundë se na është shkëputur kontakti me studion. Po, nuk na dëgjoni. Kevin, na dëgjon? Me sa duket nuk na dëgjojnë, provojmë edhe njerë për t'u lidhur. Mori një shenjë sigur. Vetëm pak momente, sepse në fakt duhet të ecim, kemi dhe 2 intervistat të tjera, ndërkohë që jemi dhe me prag ndeshjen e orës 19. Me sa duket, akoma do të presim vetëm pak momente atëherë për të rilidhur edhe njerë me Kevin Sulën dhe të jemi me Malomon. Nga ana tjetër, Bylis, po themi me të gjithë cilësit që kanë në ekip, po themi lullzuan sot. Kjo edhe si shta Josa pra që ishte aftësia jonë, apo ishte edhe Partizani që u bërë shumë të thjeshtë? E para njerë që lidhet kjo përgjigje që po t'i japë, lidhet dhe me pyetje që do t'i bia Malomos, që lëvizjet e shpeshta të trajnerëve ndikojnë në performancën e skuadrës, sepse bie një teknik, kalon pak kohë sa të një skuadrën, implementon një ide të vetën, një sistem loje, bie një teknik tjetër, 3 kanë qenë sezoni kaluar, kemi një të ri që fillon në këtë sezon, por që unë jam i bindur që sot ja facilitoi më shumë dhe Partizani me gabime individuale. Kanë qenë të 3 golat, edhe pse tekniku Josa tha që vetëm goli i 3 ishte, po themi, i dhuruar. Si i dhuran. Ishin të 3 gabime individuale, goli parë, një kovones e presionit dhe një qendërmbrojtësi. Mbrojtësi i majt në mbyllje, shkon një kovones, pastaj prap gabime top i lihet në zonë nga mbrojtja, rëshket një mbrojtësi kundërkohë dhe goli tjetër, pastaj i treti që bëhet dhurat. Ja, ky është i goli i tretë. Gabime individuale, pavarësisht se ne të gjithë fokusin dhe analiza e patëm që të reagimi i skuadrës, sepse, okej, ti e Partizani, edhe pse luan transfer, duhet të reagosh, treguesit në pjesën më të madhe të kohës kanë qenë të rëndorën që ishte Bylis i skuadra që kishte të shqipë për ta fituar. Dhe tekniku, jo më kohët e pas shumë të dëshpëruar. Në më thëmë, si ka mundësi një skuadrë të shpërfituar në këtë farfe dhe ai vetë nuk po jep të do të duhet kohëtha që ta përtyp të dhe të analizoj që ka ndodhur.
Ndërkohë ne mund të shkojmë në Selman Stërmasit dhe t'jemi me Lorenzo Vilën, që është përzgjedhja teknike e Federatës Shqiptare të Futbollit si lojtari i ndeshjes, po me sa duket kemi një problem teknik me telefonat, me sa shoh, pamje kemi, por për t'u lidhur dot, dhe më vjen keq në fakt edhe për arsyen që i thash edhe Dajës, që bën shumë volum dhe shënon golin e parë, nuk është roli Vilës, ai megjithatë sakrifikohet. Jo, i gëzohem golit të parë të Vilës, duke qenë se ka dhënë shumë për skuadrën, por shihen e golit nuk e kishte provuar. Rezultatet e kategorisë parë: Luftëtari Iliria 1-2, Kastrioti Burreri 1-1, Korabia Polonia 0-0, Kuksi Pogradeci 1-3. Më thoni pak si jemi me parashikimet kush fitoi në këtë rast? Me dy të fundit jam okay, me dy të parat jo. Domethënë Korabi. Unë jam me dyshin me fitoren e Iliris dhe me barazimin e Burrelit. Pastaj me të tjerat dhe kisha parashikuar fitoret të Korabit dhe barazim. Dhe jeni 2-2, nuk do ziheni atë. Shohim pak klasifikimin tashmë se si konfigurohet në kategorinë e parë. Skënderbeu 13 pikë, Laçi 9, Apollonia, Pogradeci dhe Burreli 8, Iliria 7, Lushnja 5, Luftëtari Korabi Kuksi 4, Besa 3 dhe Kastrioti e mbyll kotën e 2 pikëve. Kastrioti duket në pozitë më të vështirë. Një Kastrioti po Besa. Edhe Besa patjetër. Besa që është projektuar për të ngjitur Super League me 3 pikë. Në vendin e parafundit. Po shikojmë që për momentin është e rënd. Me një fitore Pogradeci shikoj që ngjitet direkt pranë vendit dytë, që është Laçi, po ashtu dhe Apollonia që ka bërë jashtëzakonisht shumë mirë në 3 javë të fundit. Jo, ka për gjithkohës Apollonia. Jo, bësh 2 fitore. Jo, bëre 2 fitore, kjo është prapë vazhdimsi, sepse barazojnë në një transfer shumë të vështirë. 2 fitore rjesht, apo të kundërt, në 2 humbje rjesht, e ke direkt efektin në fund klasifikimit, shkon poshtë dhe ose ngjitesh lart. Por 2 fitore rjesht dhe Iliria. Po. Ka një lloj shkëputje tashmë Skënderbeu, është 5 pikë nga vendi 3. Po pra, të thash, diskutimi bëhet ajo që tham, nga vendi 3 nuk bëhet nga vendi 2, sepse vendin e 2 do ta ketë si partnere që do shoqëroj, kurse gjithë fokusin e ka te vendi 3. Dhe 5 pikë, në 5 javë janë mjaftueshëm dhe progresioni, tendenca aq më tepër që thamë e përsërisim që i ka pjesë me skuadrat elitare i ka bërë pa themi ndeshjet për fazën e parë. Luftëtari pëson humbjen e parë, kur u duk që... Ajo që diskutuam. Po pra, kur u duk që do të merrte një tjetër barazim, një barazim të pestë, ishte shënuar goli barazimit, më the, Ditmar në minutën e fundit të pjesës parë, dhe i fitores në minutën e fundit të ndeshjes. Unë besoj shumë tek edhe Ditmari, besoj te ligji kompensimit futbollit. Ta merë një ndeshje, ku ti ke merituar, ashtu që ka ndodhë me Ilirin, dhe e merë sot, nuk i kemi parë as lojën, as tregusit, por bën një fitore të vyer në transfer. Një skuadër duke ditur organikën, një skuadër e ndërtuar mirë, me lojtar me eksperiencë, po dhe çuna të rinj, dhe një skuadër që luan mirë futboll. Mirë, tani nuk e din nëse do të presim ende për të lidhur me lojtarët e ndeshjes, apo t'i përshëndet me sa duket për shkak të rreshjeve të shiut, do të kenë ndonjë krash edhe linjat telefonike. Kjo do të thotë që duhet të përshëndesim nga ekrani si Malomon, po ashtu edhe Lorenzo Vilën, ti urojmë Lorenzon, edhe mua më vjen keq një komunikim edhe ai të shpresh, sepse unë kam patur një bisedë para 2 vjetësh, 3 vjetësh me të private. Dhe unë në gjithë të vite që kam ndjekur, nuk kam qenë dakord, pavarësisht se ai është sakrifikuar, ka luajtur në pozicionin e wingerit. Në atë pozicion duhet të shkoj të shërbej shumë pak vetës, më tepër skuadrës, por në fazën mbrojtëse duhet të vi deri poshtë, konsumohet dhe nuk shi freskët. Dhe unë pozicioni që i kam mendoj unë, është ai sulmuesi i dytë. Ai nuk është një lojtar që mund të lozë me kundërshtar në shtëpinë, do ta ketë përballë të shfrytëzojë aftësitë 1-1 që ka dhe goditjen e mirë që ka, gjë që duke qenë në atë pozicionet e lartë, bete pa mundur për të shfrytëzuar gjithë potencialin e teknik. Edhe një pyetje të fundit përpara se të shkojmë te ndeshja e darkës për Partizanin, në një pozitë vërtet shumë të vështirë. Pozita duket e qartë. Humbja e tretë rresht, një fitore me Vorën me autogol dhe një barazim me Teutën. Shiko, Gerta ndodh sepse vetë tekniku dhe në deklaratën para ndeshjes tha që për te i humbjes me Elbasani, kemi bërë një ndeshje të mirë dhe ishte kënaqur, ishte optimist,
Po edhe në Shkodër për një ndeshje relativisht të mirë. Në Shkodër, më falë, në Shkodër ishte strategjia e tillë dhe u përgjigj skuadra. Ajo që më shqetëson mua, për te që ndodhi në ndeshje, mua më shqetësoi sjellja, komunikimi, qasje që kishte në intervistë e tekniku, sepse e pash të dorëzuar, e pash të dëshpëruar. Po pra, unë prandaj e pyeta që duke, a ke shpresë sepse duke realisht sikur pak më parë trajnerin e vendit fundit, italianin, Bordin. Besim plot, edhe me tonin e zërit e kishte ngrit volin në madz. Volin në madz. Ta përkthejmë volumin në maksimum. Kurse trajneri Partizanit kishte tonet të ulta dhe nuk po jep të do të... Pra ti thua që vjen që nuk i përgjigje skuadra? Në një ekip që portieri është lojtari më i mirë, është e qartë se si është situata. Alban Hoxha ka disa ndeshje që është lojtari më i mirë. Ka 4 takime që është lojtari më i mirë. Se ne vetëm Albanin po shohim me pritjet e tij. E vërtet. Tani fjalë tjerë, pastaj besoj se përgjigjet që tha zot. Prandaj bëra atë projeksionin e 2017-2018 me Julianën, sepse edhe përfundimi i atij sezoni ka qenë Partizani në vend të 5 jashtë Europës, siç nuk ka ndodhur në gjithë epokën Demit, të paktën një sezon kaq i dobët, dhe pikërisht në atë sezon në 5 ndeshje ka patur vetëm 5 pikë dhe ka qenë në vendin e 9, pra kishte poshtë vetëm Lushnjën. Momentin që ne diskutuam tu para takimit, që ka marrë shumë gola dhe futëm edhe Shkodrën, sot mori 3. Janë 8 gola vetëm 3 ndeshjet e fundit. Edhe një Teuta 9. Po pra, 9 gola. Se po merremi me teknikun. Nuk di çfarë ndodhi. Ne merremi me ekipin, mos merremi me teknikun, se ja vën dot gishtin që e ka fajin ai. Po prap kur tekniku shprehet pas ndeshjes, nuk di çfarë ndodhi, nuk di çfarë emri t'i vë. Okej. Atëherë nuk di. Duhet ta pyesim javës tjetër ndoshta, ose në lajmet e rreth Sport mund të mësojmë diçka më shumë. Mirë, ju lutem më konfirmoni nëse mund të lidhemi dot me Elbasanin, ku do të luhet edhe sfida e orës 19 midis Elbasanit dhe Teutës. Atëherë ne mund të ecim me formacionet, sepse e pamundur për shkak të rreshjeve të shiut që të lidhemi me Alban Hasani, që do të ishte në lidhje të drejt për drejt. Atëherë Ivan Gvozdenović me skemën 4-2-3-1 ka përzgjedhur këtë formacion, Janaček në port, në 4 e mbrojtës është Musa në të majtë dhe Lila në të djathtë, Azemović dhe Lulaj janë në qendër të mbrojtjes. Manellari dhe Kasa në mesfush, Lukili, Qose dhe Bunjaku do t'jenë në mbështetje të sulmuesit kryesor Cage. Ndërkohë Teuta, Engelet Dobi ka përzgjedhur 4-2-3-1, po e njëjta skem me Selmani në port, me Gabriel dhe Zhongo në qendër të mbrojtjes, përgjoni nga e majta Toli nga e djathta, Votlaj dhe Macholli do t'jenë në mesfush, Boçi, Vidal, Jakub do t'jenë në mbështetje të sulmuesit kryesor Beshiraj. E nisim nga Elbasani. Janë të dyja skuadrat sot, vinë të dyja me moral shumë të lartë nga në psikologjike, të dyja me rezultate shumë të mira, janë ato aty në krye të klasifikimit. Shikojmë një 4-2-3-1, shikojmë 4 shenjë mbrojtjes solide dhe aq më tepër që Musa nuk e shikojmë më për nevojat skuadrës pozicionin e qendërmbrojtësit, por në pozicionin e mbrojtësit majt aty kursorit të linjës. Manellari nga minutë e parë me Kasën, një 4-2-3-1. Bie në sy bindur që kemi lexuar dhe në media që dialog ka patur një nga lojtarë më të mirë që kanë dalë dhe lojtari i ndeshjes në javën e kaluar, ka pat dëmtim dhe është Njaku që nis nga minutë e parë, por është rritur në apel, ka bërë mirë, ka justifikuar me performancën e tij. Kemi Ben Shimon akoma që filloi si tituar në javën e parë, soi dëmtim dhe shikojmë Cage që është përdorur e shpeshherë edhe si 10 në pozicion e qosjes, po edhe si winger dhe si nënç. Gjithsesi, ne emra në organik, në sistem loje, e themi gjithmonë që strategjia është ajo që vendos të funksionet, por është një skuadër me entuziazëm, në organik të shëndosh, me kualitet, me shumë cilësi, dhe sistemi i lojës më duket adapt që të synojmë të marrin dhe maksimum. Mungon Diallo, Ditmar, që është një lojtar që ka lënë shije shumë të mirë në ndeshjet e para, por kjo është ndeshja e dytë që nuk është. Po, Elbasani ka organikën e plotë, ka organikë jashtëzakonisht shumë të mirë dhe cilësore, edhe kur mungon Diallo
nuk ka dhimbje koke për trajnerin Gozenovic, por ajo që unë shikoj ndryshe nga vjet, është pozicioni që tekniku Gozenovic i ka gjetë Qosas. Pra shikoj që është më i lirshëm, është më pranë aksioneve, ka më shumë dëshirë dhe më shumë përsipër. Pra, është rol ideal që i ka gjetë këtij futbollisti, por edhe afrimi Lukilit, një futbollist jashtëzakonisht shumë do thoja që bën diferencën, sidomos në situatë 1-1, është një futbollist që ka shumë të mira. Mendoj që Elbasan janë dy futbollistë që janë shumë fanatik në detyra dhe mendoj që ndihmojnë shumë, sidomos kallëshën e mbrojtjes, duke parë që si Lila, Lulej, ashtu edhe Musa njohin jashtëzakonisht shumë mirë kampionatin shqiptar. Shohim dhe formacionin e Teutës dhe të përzgjedhurit e Dobit. Prap i përgjigjet me një sistem pasqyrë, me një 4-2-3-1 dhe shikojmë Votlajn nga minutë e parë, sot, bashkë me Maçollin, nëse kemi parë Maçollin në i vetëm në pozicionin e regjisorit të poshtëm apo të gjashtit, dhe ka luajtur me 2 teça, sot e shikojmë me një sistem tjetër dhe unë jam i bindur që kjo qasje sot dhe ky rishtim është i lidhur me kundërshtarin, me ndeshjen transfer, me mënyrën se si luan kundërshtari dhe tekniku Dobi në gjykimin tim ka menduar, ka përgatitur ndeshjen gjithmonë në funksion të kundërshtarit. Jo që kundërshtarit të vendosesh, sepse realisht janë... Pra në një farë mënyrë po thuaj që Teuta është një Teut fleksibël në varësi të kundërshtarit që ka përballë. Sistemi i lojës dhe përzgjedhja e lojtarëve është në varësi të kundërshtarit, totalisht. Domethënë jo e kushtëzuar sepse shikoj dhe ka bërë edhe 2 ndryshime shumë mendojnë që do jenë shumë vendimtare dhe efikase. Toli nga ekran mbrojtjes ka dalë në djathtë. Është preferuar Votlaj dhe ka kaluar në mbrojtjen e djathtë, sepse ka bërë. Ka qenë Doku, e ka bërë atë rol. Doka ka qenë Doka dhe shikojmë që Zela ulet në stol, Zela që është afrimi me shumë bujë, ulet në stol dhe preferohet Maro Beshiraj, një futbollist që sa herë. Ne nuk e dim, mund të ketë një problem gjatë javës ose në një shpërblim për golin që shënoi Beshiraj. Po tani jo, them për që shurë në stol, ose si strategji për të aktivizuar në pjesën e dytë, kur fillojnë dhe hapësirat. Po, dhe mund tjetë, më vjen më i freskët, mund këtë energji. Meriton Beshiraj që të jepet një vend titullari, sepse me vllaznin u fut me shumë energji, me shumë dëshirë dhe shënoi golin e barazimit. Kështu që trajnei gjithmonë të më të mirët. Jo, patjetër që po, dhe për më tepër kur një lojtar merr një bonus psikologjik. Por është edhe Vidal, është edhe Vidal që rikthehet mbas takimit që ishte po sepse ishte me të kuqe, me Dinamon. I besohet përsëri një vend titullari. Si e shikoni si ndeshje? Unë shikoj një ndeshje shumë të bukur për të parë. Të bukur. Do të jetë shumë e bukur sepse Elbasani ka entuziazëm. Si vjet kanë dhënë në çdo ndeshje kërkojnë një ndërtim loje nga poshtë. Në pjesën më të madhe të ndeshjeve, në ato ndeshje që kanë luajtur, e kanë linjën e parë të presionit kundërshtarit e kanë thyer lehtësisht dhe kanë krijuar shpejtet numerik direkt në të themi që nga zona 1, që nga poshtë kanë filluar që aty me një avantazh numerik. Dhe kanë një qetësi, kanë entuziazëm, kanë freski, shumë mirë edhe fizikisht, vrapojnë, i shohin ekuilibër, pësojnë, nuk pësojnë shumë, dhe plus që janë dhe skuadra që janë dhe qik të kënduar, në thonjë për batutat. Mos ma vidh shpreje. Jo, sepse o kanë penalti në favor, o kanë kundërshtari. Vetëm që duhet të mendojmë që t'i gjejmë një fjalë që t'na e kuptoj dhe Ivani kur ja themi, sepse ata kur i thash ku jeni kënduar, nuk e kuptoj fare. Kanë krijuar një filozofi të qartë loje, duket një skuadër me një strukturë të qartë mendimi dhe interpretimi, automatizmat funksionojnë dhe janë shumë solid në dy fazat. Parashikimi. Barazim me gola. Barazim me gola. Fiton Elbasani me 2 gola diferencë. Fiton Elbasani. Kishin parashikimet dhe me gola. Mirë, të shohim nëse ditmari do të shkojnë në kuotën e 9 pikëve me parashikimet apo do të barazohen. Jemi me pamje të drejtë për drejta nga Elbasan Arena, 19 gradë Celsius, është bukur, reshje shiu kam përshtypjen që ka,
Unë nuk I dalloj të paktën, po këtu në Tiranë duket që ka shumë sepse I dëgjojmë këtu në studio, po pra e shoh që nuk po shqetësohet askush nga rreshtet e shiut dhe ky është lajm I mirë sepse për shembull në Selmas Rmasi rreshtet e shiut e bën shumë problematike fushën edhe po ndikonte edhe tek ndeshja. Me Gerda Gjiu me Ditmar Bicaj do t'jemi përsëri pas sfidës, do t'jemi me trajnerët dhe me lojtarin e ndeshjes. Ju uroj shikim të këndshëm, shihemi me Supergol.